Në gjykatën e Idrizov pranë gjykatës themelore penale në Shkup, sot ka vazhduar gjykimi për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Në mes të lotëve që nuk mundeshte të mbaj dot dhe me një zë të ulët, Ivana Minova, nëna e Draganës 16 vjeçare, e cila është njëra ndër viktimat e tragjedisë më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në vend, sot ka dëshmuar në gjykat, nga ku tha se të rinjeve, të cilët parkotoheshin brenda diskotekës, nuk është afruar ndihmë dhe se të gjithë akuzuarit, si edhe të tjerë që janë levdëruar se kanë ndihmuar dhe shpëtuar jetë, ajo tha se gënjejnë. Minova u shpreh e prerë, sipas saj, ata që vërtet kanë shpëtuar jetë, sot janë të vdekur. Ishte e tmerrshme të shihje fëmijë të rinj duke luftuar për jetën. Disa prej tyre ishin pa rroba. Dola jashtë dhe e pash bashkëshortin tim duke qëndruar pranë vajzës son. Ajo ishte e veshur, u gëzova dhe mendova se ishte vetëm pandjenja. Ai e mori Draganën në krah, e futën në makinë dhe e çuan në spital. Edhe atje pamja ishte e ngjashme. Në korridorin e urgjencës shtriheshin fëmijë të vdekur, kudo kishte gjak dhe erë të trupave të djegur. Mendoj se Dragana do t'i hapte syt. Ajo qëndronte shtrirë në dysheme. E morën, por jo për në repart, e drejtuan për në morg. Dragana shkoi në koncert, ndërsa neve na e kthyen në arkivol. Ajo dëshmoi gjithashtu se një automjet policie ishte shfaqur kur ajo e kishte sjell Draganën pranë Pulsit, por ndërsa po kthente makinën për t'u larguar, automjeti ishte zhdukur. Ai theksoi edhe një detaj të rëndësishëm, se përveç vajzës së saj të mitur, shoqeve të saj, vëllait dhe shokëve të moshës 13 dhe 14 vjeç, rrugës edhe para diskotekës, kishte parë shumë fëmijë dhe të mitur që po shkonin në koncert. Ndërkaq, Gabriela Naunova, nëna e Nadica Naunovas, e cila gjithashtu humbi jetën, dëshmoi se, duke kërkuar vajzën e saj, kanë thyer një mur për të hapur një kalim për vajzat e bllokuara në tualet. Në spital e quan Nadicën në kirurgji. Një infermiere na tha se e kishin rikthyer pulsin. Gjeta mënyrën ta shihja përmes xhamit. Qëndronte e vdekur në shtrat e vetme paskënd pranë saj. Është shumë e rëndë ta shohësh fëmijën tënd të vdekur. Në këtë seancë të gjykimit kanë dëshmuar edhe disa prindër të tjerë, të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre. Kujtojmë se më 16 mars në Koçan, përderisa ishte duke mbajtur një koncert nga grupi i famshëm DNK, diku në mesnatë, diskotekën Puls e kaploi një zjarr i madh, ku si pasojë jetën e kanë humbur 63 persona, kryesisht të rinj, ndërsa mbi 200 persona të tjerë u lënduan.